Mjafton vetëm një lugë sot buke dhe do të shpëtoni përgjithmonë nga ky problem i madh. Soda e bukës është përshkruar për vite me radhë si një produkt fantastik për shëndetin tonë. Soda e bukës përdoret për të lehtësuar problemet e stomakut dhe për të trajtuar gjithashtu kushte të tjera të rënda shëndetësore, të cilat kërkojnë një kujdes të veçantë për menaxhimin e komplikacioneve dhe rritjen e përfitimeve shëndetësore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Soda e bukës është e dobishme edhe për pastrim gjithashtu edhe në kuzhinën tuaj, por përdorimet e shumta të saj nuk janë reduktuar vetëm në ato të mëparshmet. Soda e bukës është një produkt i shkëlqyer për të mbrojtur edhe për të kujdesur më mirë për bimët tuaja, pasi ka veti të mira kundër krijimit dhe mbajtjes së kërpullave të tyre. Miksoni 3 deri në 4 lugë ujë me 4 lugë çaji sot buke dhe aplikoni atë në bimët ku kanë njolla. Kështu ajo do të largojë të gjitha papastërtitë e tyre dhe gjithashtu do ju ndihmojë që të keni bimë më të shëndetshme. Soda e bukës është një përzgjedhje shumë e mirë që mund t'japë përfitime të mira edhe në shëndet edhe në bukuri. Soda e bukës është një produkt fantastik, shumë i përdorur jo vetëm në kuzhinë, por mund të jetë gjithashtu efikase edhe për pastrimin e trajtimit të problemeve të ndryshme. Ekspertët shtojnë në një zëri se përdorimet të tilla të sodës së bukës do të luajë një rol fantastik në menaxhimin e komplikacioneve dhe parandalimin e krijimit të problemeve të tyre. Ky produkt ka që thjesht kaq shumë të përdorime saqë mund të zvendësojë edhe kimikate të dëmshme që i kanosin shumë probleme organizmit. Ja disa nga përdorimet fantastike të sodës së bukës sipas Healthline që do ju ndryshojnë jetën tuaj. Soda e bukës mund të përdoret për një pastrim më të thellë të kuzhinës. Soda e bukës është një pastrues natyral që mund të përdoret për të pastruar sipërfaqet e kuzhinës, pjatat, enët e të tjera. Ajo mund të heqë gjithashtu njollat dhe yndyrnat e forta dhe mund të japë rezultate fantastike në pastrimin e kuzhinës suaj, gjithashtu edhe sipërfaqeve të yndyrnave të forta. Soda e bukës mund të përdoret si një trajtuese shumë e mirë kundër djegjeve. Një përdorim tjetër i njohur i sodës së bukës është për të lehtësuar djegjet e vogla të lëkurës. Thjesht aplikoni pastën me sodë buke dhe ujë në pjesën ku doni të trajtoni dhe kështu do të merrni përfitime të duhura në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Soda e bukës është një alternativë e cila mund të përdoret për pastrimin e gojës suaj. Soda e bukës është një produkt i shkëlqyer për pastrimin e gojës. Mund ta përdorni atë si një shpërlarës goje natyrale, duke pastruar bakteret e këqija dhe gjithashtu duke larguar edhe erën e keqe të gojës. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant natyral. Soda e bukës është një pastrues i shkëlqyer për të neutralizuar erën e keqe të djersës dhe mund të zvendësojë gjithashtu deodorantin, duke i dhënë freski dhe natyralitet lëkurës suaj. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si një zbutës i shkëlqyer për lëkurën. Për ata persona të cilët kanë probleme me lëkurën siç janë aknet ose lëkura e thatë, soda e bukës mund të përdoret si një maskë e mirë për lëkurën, duke mbajtur larg komplikacionet dhe duke sjellë gjithashtu rezultate mjaft efikase në mbrojtjen e shëndetit të saj, duke eliminuar kështu papastërtitë dhe duke mbajtur lëkurën tuaj më të shëndetshme edhe akoma më të fortë. Soda e bukës mund të përdoret si një lehtësuese shumë e mirë edhe e dhimbjeve të stomakut. Nëse keni një ndjesi të rëndë në stomak, soda e bukës mund të përdoret për ta lehtësuar atë në mënyra natyrale, duke neutralizuar kështu aciditetin e lartë të stomakut dhe duke sjellë rezultate mjaft të mira në përmirësimin e shëndetit tuaj. Soda e bukës është një produkt fantastik që mund të ofrojë një mbrojtje më efikase në shëndetin dhe pastrimin e flokëve. Soda e bukës mund të përdoret gjërësisht për pastrimin e flokut nga mbeturinat që mund t'i kanosin atij, duke i dhënë flokut tuaj një hidratim më të mirë dhe për të stimuluar arritjen natyrale të tij.
Soda e bukës është një nga ato produkte që mund të gjendet vazhdimisht në shtëpinë tuaj dhe përfitimet që do t'i japë organizmi do t'a kthejnë atë në një prej efekteve më të mira shëndetësore. Ekspertët një zëri këshillojnë përdorimet e sodës së bukës në përditshmërinë tuaj. Kështu ndikimi i fuqishëm i saj do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu parandalimin e inflamimeve të trupit. Ekspertët shtojnë se soda e bukës është një produkt natyral që mund të lehtësojë shumë komplikacione siç mund të jetë edhe kundër shqetësimeve të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të tretur në një gotë me ujë mund të neutralizojë aciditetin e lartë dhe të rrisë gjithashtu përfitimet në organizmin tuaj. Ekspertët thonë se urthi mund të shkaktojë shumë probleme në organizëm, ndaj përdorimet të tilla të sodës së bukës mund të jenë alternativa të çmuara në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Soda e bukës mund të rregullojë gjithashtu pH-in në organizmin tuaj. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë komplikacioneve si osteoporoza dhe artriti, të cilat ulëzojnë në mjedise me aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke në përditshmërinë e dietës suaj mund të balancojë gjithashtu pH-in dhe të promovojë një mirëqenie më të mirë të shëndetit dhe trupit tuaj. Ekspertët shtojnë në një zëri se soda e bukës është një produkt fantastik kundër inflamacioneve, duke sjellë përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Inflamacione në trup mund të shkaktojnë dhimbje dhe komplikacione të tjera të rënda. Ekspertët shtojnë se përdorimet të tilla të sodës së bukës do të kthehen aleate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Soda e bukës mund të lehtësojë edhe problemet urinare. Uji, lëngu i borovicës së kuqe, gjithashtu dhe soda e bukës mund të rekomandohen ndjeshëm kundër këtyre komplikacioneve, duke sjellë rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e shqetësimeve të tyre. Përdorimet e sodës së bukës në përditshmërinë tuaj mund të kthehen në aleate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Sigurohuni ta përdorni atë në përditshmërinë e dietave tuaja gjithmonë nën kujdesin e duhur, dhe vlerat që do të merrni do të jenë fantastike në balancimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Soda e bukës mund të shtojë më shumë gjallëri dhe të rrisë gjithashtu energjinë e trupit. Nëse kryeni aktivitete fizike dhe keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzierë një lugë çaji sodë buke në 1 litër ujë, duke shtuar gjithashtu edhe një maj luge me krip deti, 2 lugë me mjalт dhe gjithashtu lëngun e 1 lugë gjelle me lëng limoni. Kështu, përfitimet që do të merrni nga përdorimi i kësaj recete do të jenë të menjëhershme, do të parandaloni komplikacione dhe mund të merrni gjithashtu rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit tuaj. Ekspertët shtojnë në një zëri se soda e bukës është e mirë për shëndetin për sa kohë përdoret me kujdesin e duhur, edhe nuk duhet ta teproni me përdorimin e saj në mënyrë që përfitimet që merrni të jenë të menjëhershme dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet që ju kanosen. Shtimi i sodës së bukës në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një përzgjedhje unike edhe në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sodën e bukës mund ta kombinoni të tretur në një gotë të madhe me ujë, gjithashtu bashkë me lëngun e limonit. Përdorimi i kësaj recete në përditshmërinë e dietës suaj mund të përkthehet si një element i domosdoshëm ushqyes në mbrojtjen e organizmit dhe balancimin e vlerave të trupit. Por përpara përdorimit të saj duhet të keni parasysh disa gjëra përpara se ta shtoni atë në vazhdimsi të dietave tuaja. Soda e bukës është e mirë për organizmin, por nëse keni shqetësime dhe merrni medikamente të caktuara, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gabimet e mundshme që mund të bëni me përdorimin e gabuar. Vëmendje. Ju bëjmë dijer se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.